Një ekspozit me fotografi të figurave të shquara të civilizimit francez ka ditë që është hapur në Qendrën për Kulturë në Tetov. Krijuesi letrar Daim Iliazi në bashkëpunim me Aleancën Franceze këtë vit para qytetarëve prezantoi atë që ai e quan pranverën e frankofonisë me homazhe në nder të viktimave të cilat iluminizmin francez se kanë përhapur në tërë botën. Ekspozita ime personale, të cilën e kam bërë duke qenë kur kam qenë në postin në ambasadë, diplomatit në ambasadën e Maqedonisë Paris, figura eminente të cilët artist, poet, shkrimtar, piktor, të cilët pushojnë në varrezat e Parisit, duke filluar nga Guillaume Apollinaire, Voltaire, nga Eugène Ionesco, nga Balzacu, nga Victor Hugo, Émile Zola, Jean-Paul Sartre, shumë personalitetet, duke përfshirë edhe mbretin e shqiptarëve, Ahmet Zogun i pari, i cili ende po pushon në varrezat e Parisit. Dhe kjo është një omazh, një nderim për figurat të rëndësishme të kulturës civilizimit francez. Në këto veprimtari kulturore në kuadrin e muajit të frankofonisë, thot Iliazi u përfshi një numër i madh krijuesish të fushave të ndryshme, ndërsa ekspozita në fjalë u përcoll me vëmendje nga artdashës të shumtë.